Do doja që këto fjalë t'ja u thosha në sy atyre që hodhën këtu i gure dhe ikën, duke kujtuar gabimisht se shqiptarët janë të marrë që të shkojnë pas gurit tyre. Kjo një ditë zëdhënësin e tyre që fliste përpara militantëve demokratë dhe u thoshte PD-ja duhet analizoj se ku ka gabuar që humbi zgjedhjet. Sigurisht nuk është puna jonë t'i ndihmojmë të kuptojnë pse humbën. Por sa më shumë kalojnë ditët e tyre pas humbjes, aq më e qartë është se du të humbasin përsëri në rreth parë për një arsye shumë thjeshtë. Janë bërë njësh me baltën e rrenave dhe të shpifjeve dhe vetmja gjë që din të bëjnë është të bëjnë pis çdo gjë që prekin. Kudo ku shfaqen, sa herë që flasin. Janë katandisur në burimin më toksik të mbetjeve të politikës vjetër komuniste, të luftës me tjetrin, jo me idet e tij, të denigrimit njeriut, jo të ballafaqimit njerëzor me të. Janë bërë si një kënd i vjetër fletrufesh, dhe i gjenjen mendja e shkurtër se populli do mblidhet para këndit fletrufere dhe do shkoj pas avazit tyre. E marrin këtë popull për budalla, kurse politikën e din mjet për të budallalepsur njerëzit që vuajnë papunësinë, vuajnë varfërinë, vuajnë padrejtësinë, vuajnë dhe kriminalitetin, dhe tërë katrahurën që këta lanë pas, kur ikën me 1 milion shuplaka nga qeveria. Unë e di që disa prej tyre, duke nisur nga plagu i shtëpisë tyre, janë hall të madh. Kanë bërë shumë të këqija dhe kanë përfituar shumë duke bërë keq. Le pastaj që duhet merren edhe me njerëz që tani kanë filluar të trokasin në derën e shtëpisë për t'ju marrë lekët, që ju e kanë dhënë me pahir kur ju duhej firma e këtyre. Duhet merren edhe me ata të tatimeve që janë në kërkim nga policia, pasi kanë marrë arratin për rimbursimet e palishme të miliona e miliona eurove të VSH për llogarinë e këtyre. Duhet merren edhe me mbrojtjen e atij derdimenit të kompjuterave, tatimeve, që e kanë vënë të mbrojë lëkurën e tyre që të shpëtojë lëkurën e tij për tërë asaj që kanë bërë për hesabin e këtyre me librin elektronik të llogarive tatimore. Dhe kujtojnë se ajo rruga e vjetër e hajdutit që vërtet kapni hajdutin, do i shpëtoj nga gjithë ky siklet i madh që i lë pa gjumë e që më kujton atë shprehjen e famshme të një bashkëpunëtori të dikur mbretit të Shqipërisë, që shkruante të uroj të rrosh sa më shumë, sepse meriton të mos vdesësh kurrë, po të përpërlitesh çdo natë, pa mundur të vësh sy në gjumë nga ëndrat e tmerrshme të atyre që në fakt i ke bërë realitet.
kujtojnë se duke bërë bashkë në një prokuror që e kanë vënë me dorë aty të task force-a e prokurorisë për të mbyllur çështjet e tyre. Do një pronar medias që u fshihet bankave se është i zhytur dhe po mbytet nga borxhet. Dhe ca faqe Facebooku dhe ca shfaqje shqupi do ja dalin duken para shqiptarëve si luftarë dinjitoz kundër një qeverie që sipas tyre po u merr frymën shqiptarëve. Në fakt, fryma po u merret atyre. Dhe jo nga qeveria, po nga lepuri i frikës që ju rritet për ditë mbark, se ata e dinë më mirë se ne të gjithë këtu. E dinë më mirë se çdo hetus, se çdo prokuror, se çdo gjykatës. E dinë më mirë se çdo shqiptar se çfarë kanë bërë. Dhe e dinë mirë gjithashtu që sado ta kenë përgatitur për këtë ditë keqe, armatën e të korruptuarve në gjykata, nuk i dihet. Nuk i dihet si vete deri në fund puna. E kujdo ndër këta që i ka rënë qafë keq për vite me radhë këtij vendi dhe këtij populli. Mjafton ta ndjekësh lumin e shpifjeve që prodhojnë pa pushim për policinë e shtetit, për të kuptuar se sa frikë kanë nga kthimi i policisë në krye të detyrës, pasi janë larguar nga detyra. Të gjithë ata që në polici hynë nga rrugët e krimit dhe sot janë bashkuar në rrugët e krimit. Se sa shumë i turbullon lufta e policisë me krimin dhe sidomos me korrupsionin. Se sa shumë i dëshpëron fakti se dyshja Rama Meta, si të quajnë ata, dhe Aleanca për Shqipërinë Evropiane, si që quajmë ne, i qëndron vendosmërisht, pik për pik, agendës për cilën është votuar. Nëse, kur bëjnë hajdutin që vërtet kapni hajdutin, në fundit duhet i mirë kuptojmë se e dim se e bëjnë. Edhe pse nuk janë asfarë justifikuar përpara atyre shumë shqiptarëve që kanë votuar këta, dhe jo ne, ndërkohë që s'ka problem. Ne, dhe jo këta, kemi çuar në prokurorinë e Republikës kallëzimin për çka është gjetur. Shumë shqetësuese. Aq shqetësuese sa mirë është të heshtet dhe të pritet zbardhja nga prokuroria e shqetësimeve tona për librin elektronik të llogarive të këtij shteti. Jemi ne që e kemi çuar përpara drejtësisë atë derdimenin që plagu i shtëpisë si asnjëherë më parë në mira, qindra mira, konferenca shtypi e morin krah, duke dalë me një tjetër dhe duke filluar avazin e hajdutit që vërtet kapni hajdutin. Nuk ka faj. Kush di pak nga ajo histori e kupton mirë sepse e bën. Por ky ishte rasti për t'ju thënë një dy fjalë edhe për një çështje tjetër që gjithë këto ditë përpiqen ta majisin me shpresën e dëshpëruar se diçka do nxjerrin, duke bërë dhe patriotët e zemëruar për atë lumin që po na e marrin fqinjët, ndërkohë që fqinjve këta me një rënd lapsit ju dhanë një copë det Shqipërie. Sot janë shumë qesharak sepse në çdo gjë edhe mund të dëgjohen. Ne i dëgjojmë
i mirë kuptojmë, njerëzore është, dhimbjet mëdha ka, mëkati, kur dikush ta tregon atë me gisht. Por, në ndërkohë, s'ka asnjë mirë kuptim të mundshëm për ta. Kur bëjmë patriotin dhe kur përpiqen të kalërojnë mbi zemëratën e atyre mira njerëzve të zakonshëm që manipulohen prej këtyre, po jo vetëm prej këtyre, po edhe prej tjerësh që duan të fusin sherr, duke i futur në sherr shqiptarët. Kujtojnë se do i nxjerrin shqiptarët në rrugë kundër qeverisë në emër të interesit kombëtar, këta. Por një problem që nuk ekziston. Ndërkohë që interesit kombëtar i punuan qindin, kur kishin detyrën ta mbronin si qeveritar. A ka shqiptar që ta besoj se këta janë më patriotë, se shqiptarët që dolën nga lufta për shqiptarinë dhe sot janë tulur si pjesë e qeverisjes Maqedonisë. Unë besoj se shqiptarët më kollaj besojnë që Saliu është komik më i madh se Mr. Bini, se sa të besojnë që Saliu është patriot më i mirë se Ali Ahmeti. Dhe mirë me qeverinë tonë. Po si që vjen turp, që mundohen çdo ditë të fusin xixa ndër shqiptarë, duke u sjell si mos më keq me përfaqësuesit shqiptar të qeverisë Maqedoni, të cilët e kanë përsëritur më shumë se sa një herë që projekt ideja e hidrocentralit mbi lumin Radika nuk ka asnjë shans përparoj në dëm të dibës madhe dhe të vetë Shqipërisë. Ne themi s'ka projekt, e jo më të ketë pastaj një vendim për të nisur në mënyrë të njëanshme një projekt në shkeljet interesit tonë kombëtar dhe të marrëveshjet ndërkombëtare të ujrave, cilave ju nënshtrohen po njësoj edhe Shqipëria dhe Maqedonia dhe Greqia dhe kështu me radhë. Na dinë si veten e tyre, që nuk deshën t'ja dinë për asgjë, kur vajtën firmosën atë kufirin e gabuar atje, duke e falur një copë det si t'ishe një copë baklava. Ashtu të marrosën si qishin në atë gostin e tyre të pafundme, orgjake të pushtetit që e vodën për të vjedhur Shqipërinë. Vazhdojnë me tyren projekti që nga financuar nga Banka Botërore. Madje plaku thot projekti ka nisur, si që thoshte të premten janë këtuar më të kimike. Jo mërë jo, nuk ka projekt. Sepse projekt në të rast, për çdo njeri që kupton, dhe jo më për çdo njeri që njëherë, një ditë vetme, është ullur në një zyrë qeverie apo në një zyrë si përmarrje, nuk quhet një ide, apo një skic ide, e një qeverie tjetër, po quhet një projekt zbatimi që e kanë tryez edhe qeveria jonë, përderisa përfshin apo prek edhe Shqipërinë. Po as ne nuk kemi një tillë, as qeveria maqedoneze nuk e ka një tillë, as Banka Botërore nuk e ka financuar një tillë, dhe as bëhet fjalë që një projekt i tillë të financohet nga Banka Botërore apo nga cilëdo institucion financiar ndërkombëtar, pa miratimin edhe të qeverisë Shqipërisë dhe në respekt të marrëveshjeve dhe traktateve ndërkombëtare. Të merresh me këtë muhabet dhe të përpiqesh kështu si përpiqen këta, ta kthesh në çështje politike me fqinjët. Është njësoj sikur dalë një fqinj dhe të merret sot dhe ta bëjë çështje politike me Shqipërinë, centralin bërthamor që do ndërtonte plakun në Shkodër. E parafitëroni për një moment? Dhe ta vënë vath në vesh këta
dhe kushdo tjetër këtu në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë, shqiptar, fqinj, apo i huaj ende më matan, se me ikjen e këtyre nga qeveria, vdiq edhe koha kur qeveria e këtij vendi e traftonte Shqipërinë dhe bënte pazar sa të mundej, ku të mundej, si të mundej, me interesat kombëtare të shqiptarëve, me interesat publike të shqiptarëve, me interesat legjitime, kushtetuese, private të shqiptarëve. Iku koha e turshme e kontrabandës naftës. Nga qeveria e Shqipërisë në bashkëpunim me armiqt më të betuar të shqiptarëve. Iku koha e turshme e lëshimit pa kushte të terrenit kombëtar, të drejtave dhe të interesave të shqiptarëve. Iku dhe koha e turshme e talljes nacionaliste për të marrë vota në Shqipëri duke hapur sherre dhe probleme pa nevojshme me fqinjët. Kjo është një kohë kur Shqipëria ka zot. Kjo është një kohë kur populli sovran i Shqipërisë ka marrë përsipër me votë të bëhet zot i fateve të veta. Kjo është një kohë kur Shqipëria ka një qeveri që nuk ka asnjë rrugë tjetër përveç se të jetë mishërimi i vullnetit të popullit sovran. Faleminderit.